Pamfleti kishte paralajmëruar për mashtrimet e kreut KQZ-s Ilirian Celibashi lidhur me lojën dhe pazaret që kishte bërë me shefin e DHL-s Qiriako Koçollari, ndërkohë që deklaronte publikisht se nuk do të kryente pagesa pa u hetuar zbatimi i kontratës për zarfet me votat e diasporës. Celibashi në prapasken kishte rënë dakord për përfitimet e tij personale dhe kishte nisur pagesat 2 ditë pas deklaratës së radhës se nuk do të paguante më 29 shtator 2025. Ilirian Celibashi dërgoi në thesarin e shtetit faturën për t'i paguar kompanisë DHL International Albania shumën 670 milion lek me TVSH. Në shkresën zyrtare dërguar thesarit me firmën e tij, Celibashi shkruan likuidim fature numër 866310762-2025, datë 8 maj të këtij viti për shërbim postar për zgjedhësit jashtëvendit nga kompania DHL International Albania bazuar në kontratën numër 1358-20, datë 4 prill 2025. Fatura e dërguar më 29 shtator u ekzekutua brenda 24 orësh më 30 shtator 2025 me shpejtësinë që përdoret vetëm për pagesa emergjente. Fakti që fatura mban datën 8 maj të këtij viti, pra 3 ditë para zgjedhjeve, tregon se kreu i KQZ-s kishte përgatitur paraprakisht dokumentet financiare në kundërshtim të plot me ligjin i cili lejon pagesën vetëm pas përfundimit dhe verifikimit të kontratës. Kjo provon se deklaratat publike të Ilirian Celibashit gjatë muajve qershor-shtator 2025 se nuk do të bënte asnjë pagesë pa u hetuar kontrata me DHL-n kanë qenë një mashtrim i pastër. Sipas informacionit nga Ministria e Financave, Celibashi ka dërguar në thesarin e shtetit edhe 2 fatura të tjera me vlerë 2.2 miliard lek për llogaritë të DHL-s si pagesë për transportin e zarfeve me votat e diasporës. Këto pagesa do të vazhdojnë deri në shlyerjen e plot kontratës prej 11 milion eurosh me TVSH. Edhe këtë herë kreu i KQZ-s ka bërë pazaret e tij duke përfituar nga një aferë që tashmë ka marrë përmasa skandaloze, ku vota e emigrantëve është kthyer në biznes personal për Ilirian Celibashin dhe ortakët e tij.